së pari dëshiroj të shpreh ngushëllimet e mia të gjithë familjes dhe të afërmve të profesorit. Dhe nga ana tjetër të falenderoj në amikun që ndau zëmërgjërsisht këtë përgjegjësi për të folur për profesorin, gjë që e prita me shumë lehtësim sepse isha në pamundësinë e plotë për të përgatitur një fjalë siç do duhej të përgatitej një student përpara profesorit. Po ndërkohë edhe për faktin se unë profesorin e kam njohur pak dhe e kam njohur përgjithsisht nga larg. Për hir të vërtetës dua të kujtoj këtu se marrëdhënia me të është një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj një simpatie reciproke në afërsi. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë këtij rrugtimit tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike. Dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe, dhe një njeri solidar me mua në momente të vështira, i cili befasisht shfaqej në ekranin e celularit tim në mënyrë të papritur, duke më quar fjalë inkurajuese dhe duke më ndihmuar të shoh se përtej momentit të vështirë dhe përtej atyre që dukeshin, kishte një kategori njerëzish të cilët e ndiqnin dhe e vlerësonin një situatë caktuar me qetësi dhe me vërtetësi. Kur më shkruajti Beni që profesori kishte ndruar jetë, më erdhi si e papritur për faktin e thjeshtë se nuk e di pse isha mësuar me idenë që profesori ecte çdo ditë, edhe më dukej si diçka e paravendosur që ai do ecte gjithmonë. Dhe në ato pak raste kur e kam takuar e gjeja gjithmonë në formë dhe gjithmonë të dëshiruar për të folur për ato tema që ai kishte për zemër. Natyrisht që kur një njeri largohet, shumë çka që lidhet me të afrohet,
por besoj se edhe kur ky afrim i gjërave si rezultati i momentit të tretet në kohë, profesori do të mbetet një pikë referimi në historinë e ndryshimeve dhe të ndryshimit e epokave, siç e përmendi Namiku, e padyshim një pikë referimi edhe për gjithë ata që do duan një ditë të kuptojnë dinamikat edhe historinë e vet Partisë Socialiste. Por ajo që është ende më rëndësishme në këndvështrimin tim është kujtimi që ai lë mbrapa. Besoj që me zë ose pa zë gjithse kush që e ka njohur e kujton dhe ta kujtoj si një burr të mirë, si një burr të ndershëm, si një burr të mençur dhe mbi të gjitha si një burr babaxhan. Kështu uroj ta kujtojnë gjithmonë jo vetëm djemt, por edhe mbesat, niprit dhe të gjithë të afërmit e tjerë, duke shprehur me dhimbje edhe urimin që të prehet i qetë në paqe, siç e ka merituar me jetën dhe me kujtimin që lë mbrapa.